Me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit në Muzeun e Arsimit në Korçë është çelur ekspozita unike Gjurmëdijesh, fletoret e para, një udhëtim në historinë e arsimit dhe hapat e parë të shkrimit dhe këndimit në Shqipëri. Drejtoresha e Bibliotekës së Korçës, Jorida Tollkuçi, shprehet se në këtë ekspozitë paraqiten për herë të parë regjistra shkollor të vitit 1920, të cilët ofrojnë një pasqyrë të rëndësishme mbi organizimin e arsimit në atë periudhë. Në këtë 7 mars, Biblioteka Publike Fimi Mitko vjen me thesar të çmuar të historisë së saj, me prezantimin e regjistrit të shkollës fillore femërore, të cilat mbulojnë në vitet nga viti 1923 deri në vitin 1950. Janë regjistra të cilat ekspozohen për herë të parë. E rëndësishme është të theksojmë se këto shkolla jo vetëm që kanë qenë vende për mësimin, por gjithashtu janë vende të cilat kanë kultivuar vetëdijen kombëtare dhe fuqizimin e gruas në shoqëri. Duke qenë se Korça ka qenë pararojo e shkollës së parë shqipe me themelimin e saj në 1887, edhe këto shkolla fillore femërore na tregojnë rëndësinë e historisë së arsimit në qytetin e Korçës. Ndërkohë, koleksionisti korçar Mirgen Shambli ka sjellë për herë të parë një koleksion unik prej 40 fletoresh të nxënësve korçar nga periudha të ndryshme, duke ofruar një panoramë interesante mbi metodën e mësimdhënies dhe zhvillimin e sistemit arsimor ndër vite. Me fletoret e vjetra kemi titulluar ekspozitën, me rastin e 138 vjetorit të shkollës së parë shqipe. Fletoret janë me tematika të ndryshme, janë fletore shkrimi, kryesisht, matematike, fletore vizatimi, janë fletore pundore, bukur shkrimi që luan një rol të rëndësishëm. Fletoret janë personale, mund të themi, janë të nxënësve dhe është një koleksion me tematika të ndryshme. Koleksioni është i madh, numërojnë 200 fletore, mund të themi, nga vitet 1925 deri në vitet 90. Kjo ekspozitë shërben si një dëshmi e çmuar e rrugëtimit të arsimit shqiptar dhe vlerave historike që ruan qyteti i Korçës si një orë si djepi i kulturës dhe edukimit në vend.